Lëvizja Socialiste për Integrim tërhiqet nga betejë për Bashkinë e Vorrës. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj force politike, kryetari Ilir Meta I ka përzgjedhur me kujdes fjalët në lidhje me Vorrën. Meta ka theksuar se respekton vendimin e KQZ-së dhe pse rrëzoi ankimimin e LSI-s, por do ta mendojë padi në Kolegjin Zgjedhor, pasi sipas tij kodi elektoral ka boshllëk për këtë çështje. Megjithatë, Meta nuk është tërhequr nga akuzat se në Bashkinë e Vorrës janë regjistruar në mënyrë fiktive rreth 600 votues, të cilët kanë ndikuar në rezultat. Por ne do ta vlerësojmë këtë çështje për arsye sepse në atë part kemi të bëjmë me një mangësi të madhe vetë kodit zgjedhor, I cili duhet ta evitonte në mënyrë të qartë këtë skandal. Sipas kreut të LSI-s, mbledhja e kryesisë vendosi për ndryshime në struktura drejtuese të kësaj force politike në përputhje me rezultatin e marrë në zgjedhjet e 21 qershorit. Por kur vjen fjala për ndryshimet në qeveri të ministrave të LSI-s, Meta preferon që këtë përgjegjësi t'ia lejë Edi Ramës. Për ne është e rëndësishme qeveria të jetë e fokusuar në realizimin e objektiveve të saj dhe përveç tyre të ndjekim me vëmendje edhe krizën financiare në Greqi dhe pasojat e mundshme të saj ndaj qytetarëve tanë që përnë atje, por edhe ndaj ekonomisë sonë këtu. Dhe natyrisht që besoj se është një çështje e cila nuk ka asnjë arsye për të nxituar. Mbledhja e kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim shënoi nisjen e procesit të analizës për rezultatin e zgjedhjeve lokale, por duket se fati I LSI-s në Pogrades është caktuar tashmë, pasi humbja në këtë bashki do sjellë riorganizim të plotë të degës. Ndërkaq Meta ashtu si dhe Rama lançoi edhe fillimin e strategjisë për hapjen e Lëvizjes Socialiste për Integrim.